Në ambientet e Bashkisë Roskovec vjen një tjetër zhvillim i rëndësishëm për komunitetin. Në një komunikim zyrtar, kryetarja e Bashkisë Majlinda Bufi ka theksuar fokusin maksimal të institucionit në përmirësimin e infrastrukturës përgjatë vitit të fundit. Sipas saj, investimet janë përqendruar kryesisht në sistemimin dhe asfaltimin e rrugëve brenda lagjeve, duke arritur në rreth 95% të shtrimit me asfalt në zonat urbane të bashkisë, një shifër që sipas kryetares përfaqëson një hap të madh drejt standardeve bashkëkohore të infrastrukturës lokale. Për vitin 2026, viti i cili ka filluar dhe ne jemi tani në shkurt, Bashkia e Roskovecit është në procesin e prokurimit të investimeve, sipas gjithë planit të investimeve që kemi miratuar me të ardhurat e bashkisë. Dhe unë dua të përmend, po themi, një ambicje edhe më të shtuar që ne kemi në lidhje me infrastrukturën. Ju e dini që Bashkia e Roskovecit e ka patur sunimin dhe fokusin kryesor në infrastrukturën rrugore dhe ne tani me këtë, po themi, total dhe grup rrugësh të cilës i kemi miratuar në Këshillin e Bashkisë në buxhetin e vitit 2026, përfundojmë në masën 95% të gjithë rrugët e lagjeve brenda gjithë zonës së banuar me asfalt. Dhe fokusi ynë do të jetë që përveç këtyre ne të realizojmë të shtojmë trotuarët për kalimin e këmbësorëve, të shtojmë edhe ndriçimin përmes ndriçuesve me panele, një sasi të cilën e kemi blerë që vitin e kaluar. Të gjitha këto investime do të bëjnë të mundur që të përmirësojnë ndjeshëm aksesin e këmbësorëve në trotuar, në rrugën e kalimit me asfalt dhe të rrisë garancinë dhe sigurinë e jetës së banorëve edhe përmes sipërfaqeve dhe zonave të shtuara me ndriçim. Ajo që unë dua të përmend është gjithashtu një investim tjetër i cili është në vazhdim nga Qina viti kaluar, që ka të bëjë me përfundimin e punimeve të fusha futbollit në Roskovec, që është një sipërfaqe që është në qendër të qytetit, edhe si një bashkëpunim që ne kemi me Federatën Shqiptare të Futbollit për të hedhur pjesën dhe për të realizuar punimet fundore të kësaj fushe hedhjen e tapetit. Besoj punë ditësh mbarojnë dhe ato pak punime të ngelura të fusha e futbollit dhe pastaj fillon bashkëpunimi me Federatën për hedhjen e tapetit. Gjithashtu unë dua të theksoj që në lidhje me infrastrukturën e shkollave, ne kemi në plan nga buxheti i bashkisë që të futemi në përmirësimin total të shkollës fillore në Arapaj, me fondet të bashkisë, nga të ardhurat e bashkisë, edhe me gjithë pjesën e grantit që ne kemi marrë nga procesi i performancës, dhe do të jetë një objekt i cili do të shërbejë më mirë të vegjëlve të Arapajt dhe gjithashtu dhe një ambient edhe për plesin e fshatit Arapaj. Ndërsa, si investime të pritshme nga Ministria e Arsimit është ai që ka të bëjë me përmirësimin total të shkollës në Vidisht. Gjithashtu ne do të vazhdojmë përfundimin e plot të punimeve në rrugën e liçenit të Kurjanit. Aty ne kemi parashikuar që në një zonë që del jashtë rrugës të jetë një lloj rikualifikimi urban për të sistemuar aty një zonë me një kënd lojrash, me pasazhe kalimi, me stola dhe me pemë dhe me ndriçim të ulët për ata banorë të cilët në momente të caktuara të ditës apo në bazë duan që të shijojnë dhe të kalojnë një kohë të caktuar në ajrin e pastër të liçenit të Kurjanit. Unë dua të përmend shumë edhe një plan ambicioz që ne kemi për shërbimet sociale në Bashkinë e Roskovecit. Ju e dini që pas përfundimit të projektit me financim të BE-s në zonën e Kurjanit, ne kemi hapur edhe një qendër të re komunitare, e cila është si një bij, po themi, e qendrës së madhe komunitare që ne kemi në Roskovec, dhe aty kemi punësuar edhe një njerëz nga Kurjani, një djalë nga Kurjani me profesionin e mësuesit, i cili në bashkëpunim të plot me stafin e qendrës komunitare në Roskovec do të realizojnë dhe do të zbatojnë një grafik që ka të bëjë me shtimin e shërbimeve sociale në moshat e treta kryesisht, por gjithashtu dhe përmes një bashkëpunimi që ne do të bëjmë me qendrën e transferimit për kurse profesionale nga Fieri, ne do të bëjmë të mundur që të kemi vazhdimin e atyre kurseve profesionale në parukeri, në berber, për gjithë ata të rinj, gra apo vajza, apo dhe djem që janë të interesuara për të marrë një licencë në një profesion të caktuar. Bashkia Roskovec e konsideron infrastrukturën si një prioritet strategjik zhvillimi, duke e parë atë si një bazë për rritjen ekonomike, nxitjen e investimeve dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Me këtë ritëm investimesh, Roskoveci synon të konsolidojë standardet infrastrukturore dhe të përmbyll plotësisht ndërhyrjet në çdo lagje të territorit të saj.